bojnë 21 milion për t'jesin shty. Apo t'jesin 21 milion, apo t'jesin 18-16. Unë jam në mua në 15 milion euro. Ti jeki dhe 6 milion që ndërtim 10.000 metra. Po edhe 5.000 metra, 4.000 metra në t'i shtojmë binë ndërtim. 5 milion euro. Të në 40.000 metra 12 milion, minus 12 milion. Po jesin 7 milion e gjys. A janë 2 milion euro. Ja 2 milion. Që shpyvi të në 15 milion euro. Zëri që po dëgjoni në këtë audio incizim është i Ramez Ladrovci, kryetarit aktual të komunës së Drenasit. Këtu, Ladrovci po flet me Labinat Halilaj, një biznesmen që merret me ndërtim. Halilaj është edhe kandidat për asamblen komunale në kuadër të listës për Drenasin Kampian me Ramez Ladrovcin, e themeluar së fundmi nga Ladrovci. Ai mban numrin 30 në listë. Incizimi që është bërë nga dikush i pranishëm në tavolinë, ku po diskutoheshin milionat e metrat katror pa leje, besohet të jetë bërë në vitin 2024, mes muajve shtator e nëntor. Bëhet fjalë për ndërtimin e rreth 40.000 metrave katror në komunën e Drenasit. Që dhe më rreth 36.000 metra ndërtim. Ja. Se bja Hajde. Nishin në 32. 122. Janë 12.300 metra, a janë? Po 22 orë po. Në fakt, 132 orë. 132. Atëherë bjen 39.000. Vesh Hajde. herë, 3 pik, 3 me 3. 40.000 metra. 40.000 metra. 39.000. Edhe i qënë edhe 3.000 metra. Minus. Yes. Ladrovci i premton Halilajt edhe lejem të mbi ndërtimit. Veç gomre, 40.000 metra. Ka 300 euro bojnë 12 milion. Po edhe 5.000 metra, 4.000 metra në t'i shtojnë mbi ndërtim, s'merr komuna. Okay. Biseda mes Ladrovcit dhe Halilajt vazhdon për përfitimet e mundshme që dalin nga ky ndërtim. Kryetari i komunës së Drenasit përpiqet që t'i tregoj se sa milion është fitimi për tashme kandidatin e listës së tij për asamble. Po që hispin dhe asë, po bëjnë 12 milion. Tash ja hikum na 30.000 metra i lanë për juve. Herë sa. Sa shetë. Po je bre se s'ko 600 Sa dush leje ti, pro, unë e di qaq, sa dush leje. Po. 19 milion. Minus 9 milion. Jo minus 12 milion, a ke 12 milion. 12 milion. Mirë. 12 milion. 7 milion e gjys pjesin Sigur. me 300 euro. 7 milion e gjys. Po me 600 atë jesin 15 milion levë. Në shqit 20.000 metra, ka 600 euro e gjys, atë mesin 12, atë mesin 10, 10 milion, atë mesin 5 milion. A di pse? Po 5 milion atë mesin. Në është ta? 5 Që milion të euro. një nisan? Që është nisan të vëllar? Për me shpjegu këto bëhet mirë. Na, kjo bëhet 10.000 metra ndërtim. 30.000 metra. Edhe 650 Dhe logari shqitje. Po shqitje mbi llogarit. Po që hiç janë 9 milion e gjys Ja, ndërtim. ju bre 9 milion e gjys. Ko bre, 9 milion, po i shbohet ashtu për Normash me 450 A në ti marrë qysh mirë. mirë, o i kam 30.000 metra ndërtim Skënderaj, La, po bre, të la. sa dita jetë. Aja shtenon na 40.000 metra 12 milion. Minus 12 milion. Po jesin 7 milion e gjys. Ata s'kërgën në sa Po jesin 7 milion e gjys. Po në shasjesin. 7 milion e gjys. Edhe 7 milion e gjys. Dhe shpak, që është 7 milion e gjys. 7 milion e 500.000. Plus në 40.000 metra kënë, për gjëpërgjon 4.000 metra e shtën. Asi, e shtën 4.000 metra.
Një kat. Më pas, në bisedë, vërehet insistimi i Ladrovcit për ta bindur Halilajn se ka levërdi të madhe në këtë ndërtim. 4.000 metra. Po, 1.000 metra. Pse më shumë edhe? 4.000 metra lapë, se 4 atori janë, 6 atori i ki apsin këthot. A për katë 1.000 metra, 4.000 metra, qysh për dojë? 4.000 metra për të shtoj... Në katë? Okej, në të rregull. shtoj plus 4.000 plus 4.000 herë 600 jo, herë 300 vjallon vitimin, herë 300. 300 metra, 300 300 euro vitimin. metra? S'ka shansa. 650, 300 be marrën 350 bitilon dër. Ja, ti në 200 euro më shmi fitu metër i bës. Vos s'mon fitan ma shumë. Me kom përshin nashta. Po bre gjabë që për t'i Drenasët në 200 Skënderaj. euro, apo bojnë 8 milion e 300. Premio 200 euro në vjetë. Po 8 milion e 300 euro, bojnë. Qërë grëvar, te i ke fitu të zonë 7 milion në gjysë nëse e logarit blanko. Blanko. Po në kodër ti që 7 milion në gjysë e kia të rëshë. Që kena është Italian, as 4 milion së Italian. Fitimin. Po tatimin e kosh dë njoni që... Jo, po fitim ti po logarit thënë, ore sot kanë hinë gjallë. Jo shok i pak mu te këto e ato. Jo bre që 4 milion, për që 2 milion. Unë e isha kojnë Jo nështë bre, 4 milion. 2 milion. Po sa po thotë 10 milion, po 10 milion, 30 milion ndërtimi kanë. A janë 2 Unë e milion di euro. më rëso është hapsire. A janë 2 milion euro. Po, ja di ja, rregull. Qa vëdënë? Ja, është. Në fund të këtij audio incizimi, Ladrovci shpreh edhe vet interesim që ta marrë këtë projekt, i cili thotë se ka përfitim plot 15 milion euro. Që shpivi dënë 15 milion euro. Ja, s'ka shans. Unë jam në mua në 15 milion euro e vite. Vox Kosova ka kontaktuar me Ladrovcin. Ai ka shkruar më pas edhe në llogarinë e tij në Facebook. Pretendimi i Ladrovcit është se në atë bisedë morën pjesë edhe persona të tjerë, siç është ish asamblisti i PDK-s Arigon Sinani, që po ashtu sipas Ladrovcit e ka kryer këtë incizim të palehtshëm, dhe të cilit thot Ladrovci duhet t'ia shtroni pyetjet e njëjta. Si dhe sipas Ladrovcit, aty kanë qenë të pranishëm edhe Hamid Kastrati, Bekim Lestrani, Labinot Halilaj që dëgjohet dhe bashkëshorti i ish asamblistës Ndreqim Cakiqi. Ne e kemi kontaktuar edhe Labinot Halilajn që dëgjohet në incizim. Ai ka qenë i shkurtër. Ka thënë se këto janë veç shpifje. Kurse Ramez Ladrovci thot po ashtu se ekziston audio incizim më i plot i të njëjtës bisedë. Nëse është ashtu, ne e ftojmë zotrin Ladrovcit që sa më parë të na sjellë në redaksi për ta publikuar edhe atë version.